cilën do të këndohet dhe do të mbahet në troje tona këto dhe në Mërgjem. Po ne e falenderojmë Ramën që gjithmonë sepse ka bën një vepër, një punë të madhe që edhe në mesin e shtetit danez, domethënë në Danimark, ka dashur ta ruaj kulturën dhe traditën shqiptare, edhe e ka hapur këtë dhomë kufire, dhoma shqiptare ku gjithmonë ruhet dhe kultivohet tradita, historia shqiptare. Por unë do t'ju respektoj me një këngë që pe kërkoj për dëshurinë, domethënë dhe kushua unë një vaj, do t'ja këndoj e këto do t'i lëshoj instrumente patere. O zamat njo, o zamat o dan, me rozi. Young